Në një artikull të publikuar të përditshmes amerikane Business Insider, një çift amerikan kanë shprehur preferencat e tyre për vendet ku duan të kalojnë pushimet. Alicia dhe Nathan janë shprehur se kanë vizituar 47 vende, por vendi i preferuar është Shqipëria në Ballkan. Shqipëria është absolutisht e mrekullueshme dhe ende e paprekur nga turizmi masiv, veçanërisht krahasuar me destinacionet e tjera europiane si Barcelona, Parisi, Londra, Roma, madje edhe Praga. Ushqimi është një nga më të preferuarit tanë dhe vendësit janë mikpritës. Vendi është ende në zhvillim pas përfundimit të epokës së tij komuniste në vitet 1990, kështu që do të shihni ende bunker të shpërndar nëpër qytete. Sa herë që kthehemi, ndihemi sikur po zbulojmë një vend të ri. Kjo e bën Shqipërinë një vend unik. Shqipëria ndodhet përtej detit Adriatik në kufi me Greqinë dhe Malin e Zi. Është një vend relativisht i vogël, ndoshta sa për masat e Portugalisë. Ju mund të udhëtoni lehtësisht në të gjithë vendin brenda 1 ose 2 javëve. Ka një klimë të butë, tipike mesdhetare. Dimri është përgjithsisht i butë dhe vera mund të jetë nxehtë, por përgjatë Bregdetit, moti është shumë i përshtatshëm. Ndër të tjera thuhet se Riviera shqiptare, një shtrirje bregdetare përgjatë detit Ijon me ujëra blu të pastra kristal, është zona më mahnitse në jug të vendit. Parku kombëtar i Thethit është gjithashtu magjepsës. Shqipëria ka male, duke përfshirë Alpet shqiptare, malin e Korabit dhe malin e Tomorit. Malet me borë janë të shkëlqyera për shëtitje. Është kaq bukur këtu. Sa herë që shkojmë drejt natyrës, larg qendrave të qytetit, ne mahnitemi nga peizazhi unik i vendit ballkanik. Në qytete si Berati, i njohur si qyteti i 1 mbi 2 dritareve, do të gjeni arkitekturë osmane të ruajtur mirë, ndërtesa prej guri të bardha me çatibe, pllakat e errta dhe dritare me grila druri që datojnë rreth 2000 vjet më parë, ndërsa arkitektura e Tiranës është një ndërthurje stilesh. Ka ende ndërtesa të kohës së komunizmit dhe ndërtesa të reja moderne me shumë hapësira të gjelbra. Ato theksojnë se tashmë që nga viti 2023 kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri në një kompleks apartamentesh të ri, në një njësi të mobiluar rreth 740 metra katror me një dhëm gjumi dhe një banjë. Strehimi në Shqipëri është më i përballueshëm se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2019, përpara se të udhëtonim jashtë vendit, ne jetuam në San Diego dhe morëm me qira një banesë prej 630 metra shkatror me një dhëm gjumi dhe një banjë, rreth një orë larg nga qendra e qytetit, për $1250 në muaj, qiraja më e lirë që mund të gjenim. Transporti publik është gjithashtu i shkëlqyer dhe i përballueshëm në Tiranë. Qyteti është shtuar së fundmi në Google Maps, gjë që e ka bërë ende më të lehtë navigimin. Udhëtimi me autobus brenda Tiranës kushton vetëm 40 cent. Ka disa kompromise për jetën në Shqipëri, por të mirat që ofron vendi peshojnë më shumë se të këqijat. Paratë që kursejnë për ushqimin dhe shpenzimet e jetesës në Shqipëri kanë ndikuar shumë në jetën tonë. Diçka e rëndësishme është politika e vizave e Shqipërisë. Qytetarët amerikanë marrin një vizë 356 ditore pas mbërritjes në vend. Gjithashtu, ditët tona të vizave Schengen rinovohen sa herë që largohemi nga Shqipëria dhe udhëtojmë drejt BE-s. Përtej kësaj, vendasit janë jashtëzakonisht mbështetës dhe vërtet të dobishëm për ne që të vendosim të jetojmë këtu.